Mirëmëngjesi të gjithëve, u takuam sërish së bashku edhe këtë të premte në ekranin e Zjarr Televizion. Do sjellem te ju thashëthimet e fundit të showbizit, disa nga të cilat janë goxha interesante. Po fillojmë me këtë Big Brotherin ton. Ka folur Sarajevo Valbona për marrëdhënien e saj me Jozin, e cila është komentuar shumë si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë. Çka ka Valbona me Jozin? A e njeh realisht nga jashtë dhe Valbona na sqaroi. Atëherë fillimisht tha se me Jozin një raporte shoqërore dhe gjatë mira edhe pas daljes. Këto nuk e marrë vesh se si vjen raporte të mira edhe pas daljes kur Jozi është akoma brenda, sërse kanë qenë të dy jashtë në të njëjtën kohë, po me sa duket do mbakan raportet. Dhe sa për pjesën nga një Jozin, Valbona theksoi se ka gjithsej 4 vëllezër, 2 vëllezër biologjik dhe 2 të tjerë jo biologjik. Dhe Jozi që ka shok me këta vëllezër jo biologjik. Okay. Në ndim të komunitetit, si që është i bore. Dhe mbase tha Jozi nuk e kujton, nuk e mban mend që është shok, po ai është shok, tha me 2 vëllezërit e saj. Kështu që i qëndroi deklaratës së parë që dha. Tani do pritet të dalë jashtë edhe Jozi dhe të shohim me vazhdoi raporti shoqëror apo jo. Kalojmë pak tek informacioni tjetër që ky ishte pak sa shokues kur e pash. Atëherë Fero, siç e dini, ka qenë për vitin 2023 që është shikues ose bora, sepse ka nga ata që janë një moshë e tretë që na ndjekin ne dhe jo gjithë e din. Ky Fero është një këngëtar kosovar. Një reper. Bëj këngë rap nga ato që po prap kjo moshë nuk i dëgjon ndonjëherë. Dhe në moshë shumë të vogël, ky pretendoi se do krijonte familje me këtë vajzën e bukur, të cilët në dukje ishin shumë të lumtur, bën videoklipe, bën tekste të dedikuar njëri tjetrit dhe për një kohë po prap të shkurtër, pasi sollën jetë një fëmijë, u ndan. Ky djalë përjetoi më shumë se kjo gota, kjo vazhdoi jetën, ndërsa ky Shiko, të theksoj pak se u ndan sepse Arbenita denoncoi Feron për dhunë. Bravo. I kishte lënë edhe shenja. Tekstet e Feros ishin me fjalor dhe gjatë piset, që mund të ndjeki pjesa fëmijëve besoj më shumë, se janë shumë të lezetshme si këngë. Mirë po, pas ndarjes me Arbenitën, Fero ju dedikua fes. Dhe në pamundësi për të fshirë tekstet, për të fshirë këngët, sepse ka patur kontrat, ai i bëri një thirrje njerëzve që ju lutem mos i dëgjoni më këngët e mia, unë kam bërë shumë gabim që i kam shkruar ato këngë, dhe unë tani jam një njeri totalisht ndryshe, i përkushtuar ndaj fesë, i përkushtuar ndaj familjes. Rikujtojmë që Fero së fundmi është martuar me dikë tjetër, ka krijuar një familje të re. Dhe ajo vajza është preferuar që ngjan me Arbenitën. Mirë, po tani çfarë na ka sjell Fero? Pas gjithë atyre deklaratave drejtuar njerëzve që mos i dëgjoni më këngët e mia, unë kam bërë shumë gabim e kështu, Fero së fundmi ka publikuar një pjesë në këngë tjere. Por i kthehet në muzikë dhe jo, më vjen keq, po është po e njëjta vijë muzikore që ai ka ndjekur. Është njësoj dhe është dukshëm një dedikim për Arbenitën. Pasi ai është shprehur në disa pjesë të këngëve që nuk po ma lë vajzën, se kam parë vajzën 8 muaj se nuk ma lë ta shoh. Ka sharë Arbenitën, me fjalë që ne nuk i themi dot. Ka bërë atë si një femër të përdalë dhe që si tillë ajo nxjerr lekun dhe ky lek i nxjerr nga një femër në këtë lloj forme është më i shtrenjtë se sa një këngëtar? Po, edhe këtë e ka thënë, i ka bërë të fala dhe motrës presidentes, e cila është gjithashtu avokatja e Arbenitës. Ta është dukshëm një dedikim për Arbenitën, mirë po një person e vënë shumë pas fes, ku tha para disa kohësh që feja nuk e lejon muzikën. Muzikë të tillë. Jo, muzikën fare. Feja muslimane nuk e lejon të dëgjosh muzikë. Ui, po ajo hati dëgjon me kokainë.
Po prandaj është hati një person jo i pëlqyer nga publiku dhe që merr aq komente negative. Nuk është e pëlqyer. Po pse ka shumë djegsa nëse nuk e pëlqejnë atëherë? Po shumë njerëz ndjekin edhe po shiko çfarë vëllai ku bën këtë tjetri. Do të thotë shqiptarët janë popull idiot, vazhdojmë. Dhe themi ne Kudo? nisni mendjes ju për kë votojnë. Kudo? Shqiptarët votojnë Kudo? atë që nuk e pëlqejnë. Kudo, nuk e di pse pëlqejet kaq shumë të shikohet një gjë që ty nuk të pëlqen, po gjithsesi, çfarë të bëjmë mendjes njerëzve. Mirë, nuk e din tani a do e mbaj. Prit, shiko se Feja bëri edhe një gjë tjetër. Direkt se po publikoi ato pjesën e këngës, edhe që publikonte edhe studiot që ishte në studio duke regjistruar, direkt postoi edhe foto nga xhamia. Kështu është shumë kontradiktor. Menduam se Feja ndryshoi, po jo, disa njerëz nuk ndryshojnë. Po jo. Thjesht Feja ka ngelur me trauma. Mirë, kalojmë pak edhe te informacioni i fundit i përgatitur për sot. Shumë i bukur. Monika Kryemadhe na vjen me një deklaratë që do na çuditësi. Pse më do na çuditësi? Për të vesh personi i duhur, mendoj unë. Thua ti se Po unë gabuar, me siguri nuk gabim. fuqitë e Monika Kryemadhe. Atëherë, Monika është shprehur se ka disa projekte që është duke u marrë me to, dhe ndër të cilat është kinematografia. Monika Kryemadhe është duke u bërë pjesë e një filmi. Bravo Monika. Unë mendoj se Monika ka shumë për të treguar në film, si Bora. Për shembull? Nëse kjo do tregonte detajet ronditëse nga jeta e saj, si arritja aty ku ishte, Nuk është një film autobiografik. si ka kaluar po mirë. Nuk besoj se është. Regjizori nuk do të bëjë kështu, regjizori do të gjejë historinë dhe do e ndërtojë sipas mënyrës së vet për të përcjellë një mesazh te publiku. Ne nuk e dim se çfarë roli ka Monika, ka rol kryesor, protagoniste. Në mbyllse në shkush. Do t'i shkoj. Ja, dhe ishte bukur të kishte një skenë me çizme, kështu duke hedhur çizme. Çiften, bravo. Çizme. Jo çifte? Çizme. Po mirë. Po doli me çifte, do vesh edhe çizme. Pastaj kemi frikë se varet si e përdor. Po jo, ato janë manovër gjitha, nuk janë prej vërtetë. Nëse Monika mbetet një femër, sidomos edhe pas hyrjes së ish presidentit në burg, Monika u bë kështu meme virale, duke e mbrojtur njërin, duke sharë Duke që e futi vetë në këdo. Nuk e di, unë për vetë u çudita, mund të prisja shumë gjëra nga Monika Kryemadhe, por ta shikoja atë në një film nuk e prisja, jam shumë kurioze të di kur do dali filmi dhe do e shoh me shumë kuriozitet. Motherfucker, ku do shumë? E shprej Monikës. E di. Çizme më tha shpreje. Se ti je kështu për showbiz, je ëmbël, je në atë profilin tënd. Unë jam një qik me mirë fitës, më lejohet. Mirë suksese. Monikës. Nuk them që do shkëlqej, por shpresoj që nuk është informacion që ajo e ka thënë kështu, se edhe sigur ka lujt i qik jo nga mend. Ja, unë besoj se do bëj vërtet filmin, unë besoj se do bëj vërtet, nuk do thonte nëse s'do bënte. Por presim nga një film na duan kohë që të bëhen. Jemi rregull. Në thëndri e kisha vëmendjen. Përderisa e kisha unë vëmendjen, besoj edhe shumë shqiptarë të tjerë kam patur. Ka që të shpresojmë ta shohim filmin se jo, dhe unë kam besim që do dali mirë. Mirë, atëherë këto ishin informacionet e përgatitura për sot. Ne do të takojmë sërish javën e ardhshme me të reja të fundit, edhe do kemi edhe më shumë se çfarë diskutojmë, se na fillon edhe programi i ri. Do njohim dhe personazhe të rinj. Do shohim kush do të jetë. Do kemi më shumë thashë thënë për bërë. Po këto jemi këtu. Faleminderit shumë. Mirë, pafshim, një fundjavë sa më të këndshme, do të takojmë sërish së bashku javën e ardhshme.